Të ketë besimtari bereqet në pasuri, të ketë besimtari bereqet në shtëpi. Nëse dikujt i pëlqen ndonjë gjë të vëllau i tij, let kërkon nga Allahu bereqet për te. Ka hi në shtëpi të re, po thuaj Allahu të dhash bereqet në shtëpinë tënde. Dikush prej njerëzve me një rrogë mesatare i mbulon harxhimet. Dikush me të ardhura të shumta edhe të mëdhaja, menzi se i del muajit në fund. Mos me qenë rroga e bashkëshortes, në fund të muajit nuk do kishim pasuri edhe për buk. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, njeriu gjatë jetës së kësaj dunjaje zakonisht lakmon, zakonisht mundohet që t'i shton të mirat e dunjas. Zakonisht mundohet që ta shton pasurinë e tij, t'i shton tokat, pallatet, ndërtesat, t'i shton pasardhësit e tij, t'i shton të mirat të cilat i shpreson në dunja. Mirë po në shumë raste njeriu e haron një gjë e cila është brenda pasurisë, e cila është brenda shtëpisë, e cila është brenda familjes, e cila është brenda fëmijëve, e cila është brenda çdo gjëje dhe e cila është më e rëndësishme se gjitha ato të mirat që i posedon. Cila është ajo? Ajo është bereqeti që Allahu Azza wa Jall e zbret për njeriu në çdo gjë. Të ketë besimtari bereqet në pasuri, të ketë besimtari bereqet në shtëpi, të ketë besimtari bereqet në pasardhësit e tij, të ketë besimtari bereqet në gjithë jetën e tij. Kjo është shumë e rëndësishme për besimtarin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sa raste është lutur për shumë prej sahabeve që Allahu Azza wa Jall t'u jep bereqet atyre. Allahu të dhash bereqet në pasurinë tënde. Allahu të dhash bereqet në shtëpinë tënde. Allahu të dhash bereqet në martesën tënde. Kështu lutej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata të cilët ishin të martuar në fillim në martesën e tyre, thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: barakallahu lak wa baraka alejk wa jama'a bainakuma fi khair. Allahu ju bekoft, Allahu ju dhash bereqet në martesën tuaj, Allahu ju bashkoft në mirësi çdo herë. Gjithashtu lutej për pasurinë e tyre, për shtëpinë, për familjen, për çdo gjë që besimtarit Allahu Azza wa Jall t'i jep bereqet. E nëse besimtari nuk lutet në raste të caktuara për bereqetin i cili vjen nga Allahu Azza wa Jall, në disa raste mund të shkakton edhe dëm, edhe padrejtësi
ti deri në pasoja edhe më të mëdhaja. Në një prej rasteve, një sahabi duke kaluar rrugës e pa një sahabi tjetër i cili ishte duke e lajt trupin, mirë po e pa një pjesë të tij e cila ishte e bardhë, e cila ishte e pastër, e lëshoi shikimin, i pëlqeu ajo pamje e tij, ndërsa sahabiu tjetër ra për tokë. Subhanallah, dhe ky është ndikimi i mësyshit, i cili sot e luan një rol të madh në jetën e njerëzve. Sa prej njerëzve janë të dëmtuar, sa prej njerëzve janë të lënduar, sa prej njerëzve sot kalojnë në vështirësi të mëdha shkaku i mësyshit. Sahabiu ra për tokë, i ra të fikët. Subhanallah, vrapuan të tjerët, erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, kanë dhe fajsoni. Kush u merr mendja që e ka marrë mësysh? Than, filani ja Rasulallah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a don që dikush ta vret vëllaun e tij? Nëse dikujt i pëlqen ndonjë gjë të vëllau i tij, let kërkon nga Allahu bereqet për te. Nëse të pëlqen ndonjë gjë, thuaj Allahu të dhash bereqet. Bën dua për vllaun tënd, për motrën tënde, për ndonjë mirësi që ja ka dhënë Allahu. Ka hyrë në shtëpi të re, po thuaj Allahu të dhash bereqet në shtëpinë tënde. Ka fëmijë, Allahu të dhash bereqet në pasardhësit e tu. Ka vetur, Allahu të dhash bereqet në atë. Ka pasuri, ha ndonjë biznes, ndonjë tregti, Allahu të dhash bereqet. Lutë Allahun azza wa jall që Allahu t'u jep bereqet atyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një ditë prej ditëve erdhi nana e Enes bin Malik radhiyallahu anhu, i cili ishte një voglush, një i ri, e solli te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasulallah, e kam sjell Enesin që të shërben ty. Ban dua për te ja Rasulallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bani dua edhe tha, ja Rab, o Zot, jepi pasuri dhe jepi fëmijë dhe jepi bereqet në këto dyja. Subhanallah, në sa raste ne bëjmë dua mirë, po bëjmë dua të kufizuar, të mangët. Në sa raste urojmë ndoshta njëri tjetrin për ndonjë të mirë, po mungon duaja e bereqetit. Allahu të dhash pasuri, Allahu të dhash fëmijë, Allahu të dhash bereqet në këto dyja. Thot Enes bin Malik radhiyallahu anhu, ka kaluar një kohë derisa unë në moshë të shtirë kam pas mundësi t'i numroj fëmijët e mi, edhe fëmijët e fëmijëve të mi, të cilët kanë arritur deri në 100. Subhanallah, Allah të dhash bereqet në pasardhësit e tu, djemt, vajzat, nipat, mbesat, gjithë familja, gati 100 antar. Dhe kishte kopshtin në Medine, nga kopshtet më të dalluara, i cili kishte bereqet brenda vitit, jo njerë, bereqeti nga ajo tok ishte 2 herë në vit. Allahu azza wa jall Enesit i dha bereqet. Andaj nuk është çështja që neve Allah të na jep pasuri, neve Allah të na mundson një shtëpi, neve Allah të na jep fëmijë, neve Allah të na jep të mira, jo, nga gjithë kjo të kemi bereqet. Nëse nuk ki bereqet, mund të jenë të ardhurat shumë, ama bereqeti mungon. Dhe në sa raste ju ndodh njerëzve, dikush prej njerëzve me një rogë mesatare i mbulon harxhimet. Dikush me të ardhurat të shumta edhe të mëdhaja, me nzi se i del muajit në fund. Dhe kështu ndodh me plot prej njerëzve. Në një prej rasteve, në një takim me një prej këngëtarëve, i cili merrej me muzikë, me këngë, tha, hoxho, besom që kam qenë në vendet e Evropës, në disa vende, dhe në klube të natës, në çdo natë kam marrë me mijëra euro, për çdo natë me mijëra euro, dhe jam kthyer. Atë besohet, mos me qenë roga e bashkëshortes, në fund të muajit nuk do kishim pasuri edhe për bukë. Subhanallah, po ato mijëra euro ku shkuan? Ato mijëra euro nuk kanë bereqet, mund të jenë shumë,
mund të duken shumë, ama bereqet nuk ka prej atyre. E ai I cili jeton me halal, punon me halal, mundohet, angazhohet në atë mënyrë që Allahu është I kënaqur, aty zbret bereqeti. Bereqeti nuk është vetëm në të holla, vetëm në euro, vetëm në denar, vetëm në pasuri e cila duket. Bereqeti është në gjitha aspektet. A kemi bereqet ne në jetën tonë? Sa kemi bereqet? Bëje llogarinë e jetës tënde. Sa kemi jetuar mbi sipërfaqen e tokës? 20 vite, 30 vite, 50 vite, 70 vite. Bëje një llogari, bëje një hulumtim, sa janë të arriturat. Unë gjatë kësaj kohe çka kam pasur mundësi të bëj për hir të Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili erdhi në Mekke, I thiri njerëzit në Islam, por 23 vite ndryshoi dunjaja. Subhanallah, 23 vite. Nga ajo gjendje atyre që I adhuronin idhujt, e pinin alkoolin, I mbytnin vajzat e tyre për së gjalli, për 23 vite arriti të ngrit shtetin e lartë në Medine, I cili u bani ball perandorive më të mëdhaja. 23 vite. Dikush ka mundësi që të thot, po ama ai ka qenë pejgamber, ndërsa rastet dhe historit dhe të arriturat dhe sukseset e njerëzve janë modele dhe shembuj për neve, jo vetëm nga pejgamberët, edhe nga ata që kanë ardhur pas tyre, e që Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë shumë bereqet. Një nga sahabet I cili ishte Saad bin Muadhi radhiyallahu anhu. Saad bin Muadhi e pranoi Islamin në moshën 30 vjeçare. Analizoje historinë e atyre dhe pastaj analizoje edhe shihe jetën tonë dhe gjendjen tonë, ku jemi dhe sa kemi bereqet ne gjatë gjithë këtyre viteve. Saad bin Muadhi e pranoi Islamin në moshën 30 vjeçare. I adorzoi shpirtin Allahut Azza wa Jall në moshën 36 vjeçare. Subhanallah, 6 vite në Islam. Në momentin që vdiq, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me vdekjen e Saadit është dridh arshi Allahut Azza wa Jall. Subhanallah, arshi Allahut, I cili është mbi 7 katë qiej, ma I madh se toka, ma I madh se qiejt. Me vdekjen e Saadit është dridh arshi Allahut Azza wa Jall. Për çfarë arsye? Çka ka bë ky njeri dhe ne që sa kohë jemi musliman, që sa vite ne jemi musliman, që sa kohë jetojmë ne si musliman, dhe ndoshta vjen momenti që ne ende diskutojmë, a e falim namazin, a nuk e falim namazin, a largohemi nga kazino, a nuk largohemi prej kazinos, a qëndrojmë larg zinas, apo qëndrojmë afër saj. Edhe sa kohë dhe sa vite edhe sa jetë duhet ne të kalojmë që të kthehemi në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Kanë jetuar pak, kanë kontribuar shumë. Nuk është në pyetje ne sa do të jetojmë, a do të jetojmë 30 apo 60 apo 90, është më rëndësi në atë pak kohë, në ato pak vite, çka do të bëjmë për hir të Allahut Azza wa Jall. Të na jep Allahu bereqet në pasuri, të na jep Allahu bereqet në shtëpi, të na jep Allahu bereqet në kohë, në jetë, të na jep Allahu bereqet edhe në fjalët tona. Edhe dituria ka bereqet. Ajo dituria e cila ka bereqet për hapet, ndikohen njerëzit, pendohen njerëzit, udhëzohen njerëzit, edhe dëgjimi I xhamatit ka bereqet. Kur është bereqeti? Kur e dëgjon një fjalë dhe praktikon atë. Nuk ka bereqet nga ai dëgjim që e dëgjojmë, dalim prej xhamie sikur nuk ka ndodhur kurrë. E fal namazin e xumaz, pastaj e lën namazin e ikindis, e lën namazin e akşamit dhe yacis. A ke dëgjuar? A ka bereqet? Nuk ka bereqet fare. Që të ketë bereqet, ajo e cila thuhet, ajo e cila lexohet, ajo e cila dëgjohet,
duhet të praktikohet. Andaj bereqeti në jetën e besimtarit është prej gjërave më të rëndësishme. Besimtari lutet, e lut Allahun Azza wa Jall për bereqet. Kështu lut Nuhi alayhis salam, i cili zbriti nga anija pas vërshimit të madh. Ashtu e mësoi Allahu Azza wa Jall duke thënë: "Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin." Dhe thuaj: "O Zot, ma mundso që të zbres në një vend të bereqetshëm, në një vend ku ka bereqet, në një shtëpi ku ka bereqet, ti je më i miri i zbritësve." Allahu Azza wa Jall ju dha bereqet atyre dhe të gjithë të tjerëve të cilët kanë ecë në rrugën e tyre. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na jap bereqet në fjalët tona, Allahu të na jap bereqet në diturinë tonë, Allahu të na jap bereqet në pasurinë tonë, Allahu të na jap bereqet në shtëpitë tona, Allahu të na jap bereqet në familjet tona, Allahu të na jap bereqet në fëmijët tonë, Allahu të na jap bereqet në kohën tonë, Allahu të na jap bereqet në gjithë jetën tonë. Lutim Allahun Azza wa Jall, musliman kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall nga dënimi i tij të na shpëton, në xhennetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.